Pra sot do t'i hedhim një sy disa ideve nga një busull për një botë në ndryshim. Ky është një material që, siç thotë edhe titulli, përpiqet të na jap një lloj orientimi në këto kohë, po mjaft të çuditshme të paqarta. Le të fillojmë me diçka që besoj se shumë prej nesh e ndjejnë. A ju ka ndodhur ndonjëherë ajo ndjesia që bota po ndryshon kaq shpejt në mënyra që janë thjesht të vështira për t'u kapur, sikur rregullat po rishkruhen ndërkohë që ne ende po përpiqemi t'i mësojmë. E pra, nëse kjo tingëllon e njohur, atëherë nuk jeni vetëm. Dhe kjo është pikërisht ideja kryesore këtu. Kjo ndjenjë konfuzioni, kjo ndjenjë se gjërat po na dalin nga duart, nuk është diçka individuale, është një përvojë që po e ndajmë të gjithë kudo në botë. Dhe kjo na sjell natyrshëm te pika jonë e parë, një botë në lëvizje. Le të pranojmë për një moment këtë ndjenjë të përbashkët. Po, kjo është çështja. Kjo ndjenjë shkon përtej shqetësimeve tona personale. Në nivel shoqëror global, ka një ndjesi të përgjithshme që njerëzimi po përballet me disa pyetje vërtet të mëdha. Pyetje që nuk kanë lidhje me atë se çfarë do ham për darkë, por me vetë drejtimin ku po shkojmë si specie. Dhe këtu vim te një pikë kyçe. Nuk po flasim për probleme që zgjidhen me një përditësim software apo me një rregullim të vogël teknik. Jo, natyra e këtyre pyetjeve është krejt tjetër. Po flasim për ato pyetjet e thella, ekzistenciale apo jo. Pyetje rreth kuptimit të jetës. Pyetje se si dreqin mund të bashkëpunojmë më mirë në një botë kaq të ndarë. Pyetje rreth drejtësisë së vërtetë. Dhe sigurisht, pyetja më e madhe të gjithave, si do ja bëjmë të sigurojmë që ky planet të mbetet jetueshëm për brezat që vijnë. Problemi është, ama, se jeta e përditshme na merr përpara. Jemi të gjithë të zënë, duke vrapuar nga një detyrë te tjetra, dhe këto pyetje gjigante thjesht mbeten aty, në prapaskenë, të varrosura në zhurmën e përditshmërisë. Ne e dim që janë aty, por kush ka kohë të ndalet e të mendojë për to? E po, pikërisht këtu hyn në lojë ky material. Ideja është të krijojë qëllimisht një hapësirë për këtë lloj reflektimi, një pauzë të vogël nga rrëmuaja. Mirë, tani është shumë e rëndësishme të qartësojmë diçka. Le të shohim se çfarë nuk është kjo hapësirë dhe çfarë është. Pra, nuk është një program politik, as ndonjë leksion fetar, dhe më e rëndësishmja, nuk pretendon të ketë të gjitha përgjigjet. Përkundrazi, ajo që ofron është një hapësirë për të menduar, një perspektivë ndryshe dhe një ftesë për dialog të sinqertë. Kjo është e gjitha. Dakord. Atëherë, cila është kjo perspektivë ndryshe që përmendëm? Cili është këndvështrimi filozofik të qëndron në temel të gjithë kësaj? Ideja qendrore është kjo. Të imagjinojmë njerëzimin si një familje të vetme. Por jo një familje statike, por një që është vazhdimisht në proces zhvillimi, në një uftim kolektiv drejt pjekurisë. Është një mënyrë për të parë historinë tonë, sfidat tona, jo si dështime, por si pjesë e një procesi rritjeje. Mjaft interesante si këndvështrim apo jo? Dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme. Kjo nuk është bisedë për akademik apo filozof. Gjua e përdorur është qëllimisht e thjeshtë dhe e kuptueshme, sepse ideja është që të jetë e hapur për çdo, pavarësisht prej ardhjes, besimit apo arsimit. Kjo na sjell te pyetja e radhës: çfarë duhet për të bërë pjesë e kësaj bisede? Çfarë pritet nga ne? Dhe përgjigja është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe përmblidhet në këtë fjali: nuk keni nevojë të bini dakord me gjithçka që dëgjoni. Ju duhet vetëm kuriozitet. Kaq. Ky është qelësia. Jo të biesh dakord, por të jesh i hapur për të eksploruar, të dëgjosh një ide të re pa nxitimin për ta gjykuar. Pra, si duket ky proces në praktik? Janë 3 hapa të thjeshtë. Hapi i parë, thjesht bëni një pauzë. Ulini volumin e zhurmës së botës. Hapi i dytë, provoni të shikoni problemet që na rrethojnë, por nga një kënd tjetër. Dhe hapi i tretë, bëni pyetjen thelbësore. Po sikur këto sfidat mos jenë thjesht probleme, por ftesa për të arritur një nivel të ri pjekurie. Megjithatë, duhet jemi të sinqertë. Nëse ajo që kërkohet është siguri absolute, përgjigje të prera dhe të qarta, ky nuk është vendi i duhur. Kjo hapësirë nuk ofron siguri. Përkundrazi, ajo fton të jetosh me pyetjet, të eksplorosh ato, në vend që të japësh fund me përgjigje të thjeshta. Dhe kjo na sjell në fund me pyetjen përfundimtare, që është edhe thelbi i gjithçkaje. A mund të jetë mundur që sfidat tona më të mëdha, të gjitha ato gjëra që na friksojnë, të mos jenë thjesht probleme, po sikur të jenë ftesa për të rritur. Ftesa për të gjithë ne, si një familje njerëzore, që të bëhemi më të pjekur, më të bashkuar. Mendoni pak. Çfarë do ndryshonte nëse do të shinim sfidat tona pikërisht në këtë dritë?